Gosa, ke ndonjë mesazh për dikush që ndjen presion nga kufijt? Unë mendoj që t'i lini kufijt aty ku janë dhe të jini gjithë kohës vetvetja, mos të merrni mend të askujt përveç njerëzve që ju duan më shumë. Edhe vazhdoni jetën siç e dëshironi. Pra në një farë mënyrë ti marrin parasysh kufijt e familjarëve apo jo të tjerëve? Po. Okej. Unë mendoj se thjesht duhet ta jetojmë jetën ashtu siç ne kemi dëshirë dhe duhet arsyetojmë për çdo kufi dhe për çdo rregull që dikush na vë, dhe thjesht duhet gjatë gjithë kohës duhet jemi të lirë, domethënë se po s'ishe i lirë, nuk jeton dot atë, domethënë nuk e jeton dot jetën ashtu siç ti do, dhe në fundit kur të rritesh do e kuptosh që a ja ka vlerëtur me vërtet që unë me vërtet kam bërë këtë gjë apo jo. Domethënë unë për vete them që mos se vrisni mendje fare për kufijt, thjesht vazhdoni, bëni çfarë të doni. Dhe qëse shifni të arsyetueshme që disa kufi duhet t'i respektojni, por ama mos e kaloni atë limitin e... Po. Varet edhe kufit që vendosi familjarës, sepse ka shumë familjarë që janë shumë strikt, ose thjesht janë shumë... Pra po, okej, po, do me thënë... Shko, prap normali është relative, ose? Normal, po, normali është relative, do me thënë çfarë mund duket të normale, mua më duket ekstreme, ose kundërta. Dhe, do me thënë, po i marrë në përgjithësi, varet se çfarë familjarët na vënë si kufi, se për shembull mund të jetë edhe një kufi që mund të jetë shumë ekstrem ose shumë strikt.